الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أيها المؤمنون الحاضرون اتقوا الله تعالى وأطيعوه يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين Al-A'raf ajeti 23. Ham falënderimet tona të panumër të qofshin për Allahun Dhul Gjelal, edhe salatet e selamet tona të shumë të qofshin bimë të zgjedhurin e njerëzimit Muhammedin alayhi salam, familjen e tij të pastër, shokët e tij të ndershëm dhe mbi gjithë ata që ndjekun rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër dhe motra, inshallah sot do të startojmë me një temë të re, pasi që kemi përfunduar temën e ëmbëlsisë së imanit në xhuman e parakaluar. E sot inshallah do të startojmë me një temë të re, temë e cila ka të bën me një çështje të cilën për fat të keq njerëzit e harrojnë shpesh, edhe pse është prej domosdoshmërive të çdo besimtari e besimtare, para se të flasim për ata të cilët në esencë edhe janë mëkatar. Neve fort mirë e dim se Allahu Gjeleshanuhu nuk në ka kriju neve për gjë tjetër pos për ta adhuruate. Wa ma khalaqtul jinne wal insa illa liya'budun. Nuk I kam kriju, thot, gjinet edhe njerëzit pos që të më adhurojnë, të më bëjnë ibadet. E ibadeti në Islam, adhurimi si adhurim në Islam, neve e dim do thot se ndahet në dy grupe. Ekzistojnë ibade dhahirije apo dhahire edhe ibade batine. Ekziston ibadeti I hapur, I shprehur, e që prej të tillave është namazi, I cili është I hapt e shohmi njëri tjetrin, është çështja e haxhit, zeqatit, dhënia, gjëra konkrete këto të cilat në esencë I shohmi edhe I dim si ibadete të shfaqura, të hapura. Po ekzistojnë në Islam edhe ibadete të fshehta apo të mbrëmshme me I quajt, ibadete të cilat kanë të bëjnë me brendësinë tonë, e që brendësia jonë ka të bëjnë me aspektin e zemrës. E prej tyre, neve tonë e dim se në bazë të ekzistimit të këtij ibadeti të mbrëmshëm, do të ketë vlerë edhe ibadeti që është I shprehur edhe I jashtëm. Namazi ka mundësi me mbet fiskultur nëse ai nuk është I shoqëruar prej këtij ibadeti të mbrëmshëm I cili është I domosdoshëm, e që është aspekti dirigjues I njeriut, që vërtet njeti me një fjalë zemra e jon me qenë dhët edhe namazi jon kur bëhet me qenë I dirigjuar nga zemra, e që me qenë vetëm për hir të Allahut e të askujt tjetër. Kur fjalët tek vetë zemra, neve besoj se kemi ndëgjuar sa e sa prej porosive e prej haditheve që pejgamberi alayhis salam ka njoftuar se vërtet është strumbullar edhe vetë I qenjes njerëzore. Ala wa inna fil jasadi mudgha idha saluhat saluha al jasadu kullu wa idha fasadat fasada al jasadu kullu ala wa hiya al qalb. Ka thonë në çdo trup të insanit është një copës e vogël e mishit. Thot kur ajo është e shëndosh, bi idhnillah I tër trupi do të jetë I shëndosh. Por kur është ajo e smur, atëherë I tër trupi do të jetë I smur. A nuk është kjo zemra? E transmetojnë Buhariu edhe Muslimi. Po në të njëjtën kohë, në hadithin tjetër që e transmeton Muslimi, pejgamberi alayhis salam thot: Inna Allaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Thot vërtet Allahu Gjeleshanuhu nuk shiqon në trupat e juaj, trupin, qenien tuaj, do të bëni fjalë në aspektin e fizionomisë. Walakin yanzuru ila qulubikum. As në çështjen e fizionomisë, por shiqon, thot Allahu Gjeleshanu, shiqon në zemrat e juaja, në njetet e juaja, në sinqeritetin e juaj nga kryerja e çdo vepre që e kryeni në jetën e juaj të përditshme.
Të e pas parasysh këte, do thotë edhe shumë hadithet e tjera e porosi që i dim, besoj se krejt e kuptojmë se vend shiqim i Allahu Gjereshanu në ne është së pari zemra, duke mos i lanë masdore edhe çështjen e veprave. Por vend shiqimi fillestar i Allahu Gjereshanu në ne pra është zemra. Zemra e cila pra kur qenka e shëndosh bi idhnillah edhe trupi i tëri do t'jetë i shëndosh. Kur kjo është të shëndosh edhe vepra tona bi idhnillah në esencë kanë me qenë do thotë të shëndosha. Tu e pas parasysh se jemi duke folë për këtë anë të dytë, jo për pjesën e parë thotë për ibadetet e hapura, por për çështjen e një ibadeti që ka të bën me aspektet e mbrendshme tona. Neve pra në këtë xhumë do thotë edhe disa pas kësaj do të shoqërohemi me temën që ka të bën me teuben apo pendimin. Kjo cilësi edhe sifat e cila vërtet është prej sifateve të sinqertëve, do thotë të besimtarëve të sinqertë, para se të flasim për teuben e atyre që me një fjalë janë prej mëkatarëve, atyre që binë në mëkate. Kjo e cila neve e dim do thotë se nuk ka njeri i cili në esencë nuk bjen në te. Sa i përket çështjes së teubes, neve ton e dim se ngjashëm me njeriu që don ta merr një rrugë, madje edhe kur nuk është ajo aq e gjatë. Të gjithë e dim se për me pas njeriu mundësi që të lëviz do thotë edhe ta merr një rrugë, ai duhet gjithsesi që të shkarkohet nga barra eventuale e teprune që ai e posedon apo që e ka mbi shpinën e tij. Ngjashëm me udhëtarin e këtill është edhe udhëtari që është nis për tek Allahu Gjeleshanuhu. Edhe udhëtari që është nis me u taku me Allahun Gjeleshanuhu duhet që gjithsesi të shkarkohet ma shkurt nga mëkatet, nga lëshimet edhe gabimet pa të cilat neve e dim se nuk jemi asnjëri pa to. Për atë edhe neve flasim spari për neve këtu që jemi xhamizet sejdës, neve që jemi pesbakli, edhe neve që jemi dhëtë që e llogarisim veten se inshallah jemi prej besimtarëve të sinqertë. Se pari duhet neve të fillojmë me këtë hap, edhe të dim se kjo duhet me qenë cilësi e cila na shoqëron neve. Kullu bani Adem khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Çdo bij i Ademit është ai i cili bën mëkate, është ai që bjen në lëshime, por më të sinqertit prej tyre thot pejgamberi alayhis salam janë ata të cilët pendohen. Nuk ka njeri pra që nuk bën mëkate as që nuk bjen thot në çështjen e lëshimeve dhe mëkateve. Edhe prandaj tu e pas parasysh këtë madje edhe në aspektin gjuhësor të gjuhës arabe, fjala at-tauba rënjën e ka nga fjala tabe bimana ada wa raja. Kuptimi i fjalës taube është pra prej fjalës tabe që në gjuhën arabe do të thotë është zbrapsur apo është kthyer. Që edhe nga kuptimi gjuhësor, nëse neve e marrmi këtë kuptim, e kuptojmë sikur se njeriu pas daljeve, pas lëshimeve, pas lajthitjeve të majta apo të djathta, me një fjalë ai duhet prap të kthehet në qendër. Prap duhet të kthehet bazës. Nga kjo kuptojmë sikur se njeriu në esencë po u deshka gjithmonë me qenë me Allahun Gjeleshanuhu. Gjithmonë duhet me qenë ai që e ka parasysh do thot atë se Allahu Gjeleshanuhu neve na sheh vazhdimisht, se ai na kontrollon vazhdimisht edhe meriton që çdo njeri prej nesh me qenë do thot i vazhdueshëm do thot me Allahun Gjeleshanuhu. E çështja e kthimit është ajo që do thotë se njeriu pas ka mundsi nga një herë me lajthit. Pas ka mundsi njeriu nga një herë me marrë në thu që thot populli ynë. Edhe kjo marrje në thu edhe kjo ramje eventuale nuk është ndonjë katastrofë madhe. Se vetë pejgamberi alayhis salam në hadithin që e lexuam po na njofton se s'ka njeri që nuk bjen ndonjëherë. S'ka njeri që nuk po urxoj ka ndonjëherë. Katastrofa e madhe është kur njeriu eventualisht bjen edhe nuk qohet. Katastrofa e madhe është kur njeriu e lejon veten që vazhdimisht me vazhduhet dhe thot në atë ramje, e cila në esencë edhe ekziston në qenjen tonë njerëzore. Pasi që vetë Allahu Gjeleshanuhu na ka kriju si qenje të tillë, na ka kriju si një qenje dy dimenzionale, një qenje që e posedon anën e cila e tërhiq ka dheu, sepse jemi dhe. Ekziston kjo anë e cila neve vazhdimisht na tërhiq të poshtë, por në të njëjtën kohë për me vu baras peshen
Allahu xhaleshan nuk na kalon vetëm me këtë, por në neve e ka mbjell ruhin, e ka mbjell shpirtin, e cila është ana e cila neve vazhdimisht na tërheq të lartë. Kjo anë e cila në esencë nuk e lejon lehtë njeriu që me qenë i vazhdueshëm në aspektin e ramjes të poshtë. Ramje kjo e cila kur e shohim se tek disa ndodh, do thot për kohë të gjatë, e shohim se vërtet i sjell deri në atë shkallë çfarë edhe Allahu i ka përshkruar, ulaika kal an'ami bal hum adall. Thot të tillët janë sikur se kafshët apo shtazët, po madje thot edhe më të humbur. Njeriu që është këmbgulës, edhe është i vazhdueshëm në ramje, është ai i cili mëkat pas mëkati, është në fjalë insistues edhe këmbgulës në bërjen e mëkateve, i tilli është rreziku, do thotë që të arrijë këtë shkallë e cila madje edhe ofendohen edhe kafshët nëse quhet si kafshë, por është në gjendje me ra edhe më ulë se sa ato. Por nëse ndodhe kundërta e që këte Allahu xhaleshan ne e kalon këtë mundësi që mi u përgjigj anës së lartësimit të tij, anës e cila na thret, do thotë për më ngrit, anës e cila do thotë na ngrit më së shumti kur jemi, do thotë në atë pozitë që na duket që jemi më së ulti, që është sejdja. Pozita në të cilën pejgamberi alayhis salam na ka njoftuar se më së afërti Allahu xhaleshanhu jemi kur jemi mu në sejdë. Këtë të cilën mendje mëdhenj nga ne nuk mujnë ta paramendojnë edhe si ta lshojmë kokën në tokë. Këtë të cilën do thotë njerëzit të cilët janë mendje mëdhenj nuk e kuptojnë rolin e krijimit të tyre, as nuk e njohin qenjen e tyre, por e njohin çështjen e ramjes së vazhdueshme. Ramje kjo e cila vërtet e damkos tansisht qenjen e tyre, dhe të cilën Allahu xhaleshanhu e ka përcaktuar për me qenë, do thotë më ngritura, duke e përcaktuar me qenë halif i Allahu xhaleshanhu në tokë. Por ja se pas ka mundësi, do thotë vërtet edhe kjo ramje me zgjat. Por nëse e kundërta, atëherë neve e dim se Allahu xhaleshanhu madje i ka mundsuar njeriu që më ngrit edhe deri në shkallën e melekut, apo sipas disa dietarëve e ka mundësi njeriu që edhe me qenë edhe mbi melekun. Sepse neve e dim fort mirë që melekët Allahu xhaleshanhu i ka kriju si krijesa të cilat nuk kanë mundësi të zgjedhjes, nuk kanë liri të zgjedhjes, edhe prandaj ato janë do të determinuar për me vepru vazhdimisht në ibadet ndaj Allahu xhaleshanhu. Se edhe nëse dohen me një fjalë, s'kan si të dohen se nuk kanë mundësi të zgjedhjes. Ndërsa Allahu xhaleshanhu neve na ka kriju të atill që na ka lënë do këtë liri relative përmes të cilës kemi mundësi të zgjedhim. Wa hadaynahu najdain, e kemi udhëzuar njeriu në dy rrugët. Ka mundësi ta zgjedhë të keqen, po ka mundësi edhe të mirën. Por kurse si për të keqen nuk është ai që e akuzon Allahun xhaleshanhu. Po çështja e nefsit është aspekti i pasionit edhe epshit i cili do thotë njerëzit ma shkurt vazhdimisht i thret në rrugën e shejtanit. Kur fjala pra te ramja edhe bërja e mëkateve, pra po kthehemi se vërtet nuk ka njeri që nuk bjen ndonjëherë në to. Nuk ka njeri do thotë që eventualisht nuk bën do thotë ndonjëherë mëkate, të cilat e dim se edhe vet baba i njerëzimit Ademi alayhis salam ka rënë te. Edhe vet Ademi alayhis salam, siç e dim, do thotë duke qenë baba i tërë njerëzimit, është ai që ka ra, por nuk ka qenë ai që ka qenë i vazhdueshëm në këtë. Por me vetë ramjen në te do thotë e ka kuptu, edhe e ka pa do thotë se çka janë grackat e shejtanit i cili vazhdimisht vepron do thotë çush ka vepruar tek Ademi alayhis salam, të gjithë pasardhësit e tij deri në ditën e gjykimit, gjë të cilën e ka kërkuar nga Allahu xhaleshanhu, që Allahu t'ia mundson një gjë të tillë. Prandaj edhe Allahu i ka leju, edhe ja ka dhënë këtë rol me një fjalë dhe këtë mundësi që eventualisht ata të cilët doin me qenë ushtri e tij, vërtet mu rreshtuë pas tij. E neve sot jemi dëshmitar se vërtet nuk është ushtri e vogël ajo. Por në të njëjtën kohë, ata të cilët janë të kujdesshëm dhe janë të vëmendshëm, ata edhe pas grackave eventuale që kanë mundësi ndonjëherë me ra në to, ata kthehen edhe pendohen dashëm që është penduar edhe baba i tyre. Allahu xhaleshanhu njofton se si me një fjalë shejtani e ka mashtruar dhe thot në këtë moment Ademin alayhis salam po zbashku edhe me Haven, inni lakum alamin an-nasihin, duke ju thënë se unë e vërtet jam një mik i juaj i cili ju këshillon me një fjalë vetëm për të mirën e juaj. Kështu i është drejtuar Ademit edhe Havës, thot shejtani, hal adulluka ala shajarati al-khuld wa mulkin la yabla,
a don që të udhëzoj ty, i thot Ademit a.s. në pemën e cila e realizon çështjen e përjetësisë, edhe do thot pasurin apo jetën e përjetshme me një fjalë. Krejt këto gjërat të cilat e kanë bërë që Ademi me ra në momentin e caktuar dhe me treguat anën e njerëzores, me tregu edhe atë që Allahu vërtet e ka krijuar Ademin a.s. dhe lozën e tij që jetën fillestare ta jetojnë në tokë e jo do thot në xhennet. Po jeta e tyre thot të jetohet së pari këtu, edhe që ta shndrojnë këtë tokë bi idhnillah në bashkët e ahiretit. E zatën, për atë edhe neve e dim se neve si musliman e dim që ahireti nuk ka mundësi të realizohet vetëm se përmes kësaj bote. Pa ekzistu kjo botë dhe pa u lavru me një fjalë, pa u mbjell në këtë botë, nuk ka mundësi të korret edhe në të ardhmen. Edhe prandaj neve jemi muslimanet ata të cilët nuk e mohojmë as këtë botë, nuk e mohojmë rolin që e ka kjo botë, nuk i mohojmë edhe të mirat që Allahu xhaleshanu i ka kriju në këtë botë, e të cilat padyshim se janë për besimtarët. Por të gjitha këto neve porositemi që me një fjalë me i përdor në mënyrë do thot të institucionit të halalit, në mënyrë do thot ligjore çfarë Allahu na ka njoftu, e duke mos e leju veten që eventualisht me i përdor ashtu siç po i përdor do shumë kush sot për fat të kesh në mënyrë jo ligjore, mënyrë kjo e cila natë ditë është duke mbjellur te takob. Po kob i cili për fat të kesh neve jemi duke e pa se shpesh herë siç edhe Allahu na ka njoftu, kur ai kob dhe ajo e keqe e merr për masat e mëdha. Kur e keqja me një fjalë rritet deri në atë shkallë që ta kalon shumicën, atëherë edhe Allahu porositë në tërheq vërejtin, thot wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wa'lamu anna Allaha shadidul iqab. Keni droni një fitnë, një dënim që kur t'ju godet, thot nuk kam i godit vetëm ata të cilët janë zullumçar, ata të cilët janë pabesimtarë mëkatarë të mëdhenj, por bashkë me ta do t'ju godet edhe juve të tjerëve, do t'i godet ata për shkak të ramjes e tyre edhe për shkak të do të kufrit e shirkut të tyre, por do t'ju godet edhe juve të tjerëve për shkak të neglizhencës edhe indiferencës që e keni pas ndaj të keqes edhe ndaj luftimit të keqes. Pra, roli jon duhet të dihet që gjithmonë duhet me qenë çështja e kthimit pas lajthitjeve eventuale, këto të cilat çdo njeri gati thuja se është në luftë me to për çdo ditë. Nuk ka njeri që është i privun nga këto. As njeri nuk guxon me llogarit veten se vërtet është i sigurt tansisht. E sidomos kur fjala e përfundimit ton, këtë përfundim që besimtarët gjithmonë e kanë me një fjalë parasysh, e ata njerëz të cilët mendojnë për fundin e tyre, në bazë të cilit siç e dimë edhe kanë më u vlerësu veprat tona, se pejgamberi alayhis salam ka njoftu el a'malu bi khawatimiha. Veprat e njerëzve kanë më u vlerësu në bazë të fundit të tyre, jo në bazë të fillimit as të mesit. Atëherë ata gjithmonë e kanë parasysh të këtë fundin e shiqojnë. Edhe gjithmonë shiqojnë që fryma e tyre e fundit me qenë la ilaha illallah, me qenë kthim edhe pendim tek Allahu xhaleshanuhu, ky i cili biidhnillah ju garanton shpëtim, do thot në këtë botë, po edhe në botën e ardhshme. Inshallah let na jetë kjo vetëm se si hyrje e kësaj teme. Inshallah na bani halal. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu innahu samiun mujib wa aqimis salat.